Gardi. Është folur shumë, siç edhe ju thatë, të gjithë kanë folur përveç se ne. Unë kisha një, si vetë si persona, po kam një vërejtje personale për juve. Çështja jonë është akoma duke u gjykuar. Unë pas nesër jam në gjyq për kthimin fizik të pronës. Ju para një jave keni thënë që ajo pronë është e trashëguar dem babadem. Mua më vrau, sepse u duke para gjykuar, u duke sikur unë tani çfarë të pres për gjykatësit. Kam të drejtë për mbjat pronë apo s'kam, do ta vendos gjykata. Fakti që mua më kanë sorollatur për 35 vjet, 25 vjet luftoj i mat, derisa vdiq me këtë plag, pastaj ma la mua. Është diçka, tregon diçka. Ne s'kemi folur, nuk na ka intervistuar askush. Fakti që s'kemi vrarë, s'kemi prerë dhe s'kemi bërë kontraband armësh, nuk do të thotë që s'duhet edhe të intervistojmë për televizion. S'kemi patur zë. Dhe u ndjeva vërtet i atakuar, i prekur nga disa deklarata tuaja. Të më që unë kam thënë që prona është trashëguar. Ju thatë në deklaratën e parë, para një jave keni thënë që kjo tokë është e trashëguar dem babadem. Edhe një, jo, nuk është vërtet. Të ta shpjegoj unë tani, se fjalët kanë peshë të madhe, nuk thonë kot gjua, kot s'ka s'ka, po kot s'ka thyen, kështu që unë jam shumë i kujdesshëm me fjalën dhe unë kam thënë që prona është e kthyer den babadem. Është kthyer shumë vite më parë, nuk është kthyer nga kjo qeveri, ose më saktë se qeveria s'kthen prona, por nuk është kthyer nga në këtë periudhë të kësaj qeverie, është kthyer den babadem, kam thënë. Si dhe pronat e kthyer janë prona që janë të trashëguara. Kështu funksionon ligji. Kthehen pronat e trashëguara me ligj. Pastaj, a ka kthime të gabuara ose të padrejta, me siguri ka plot, nuk diskutohet, por këtë nuk e vendos unë, këtë nuk e vendos qeveria, këtë nuk e vendos hipoteka, këtë nuk e vendos asnjë agjenci që merret me zhvillimin e pronës, këtë nuk e vendosin noterët kur noterizojnë kalimin nga një prone nga njëri te një tjetër, këtë e vendos vetëm gjykata. Apo jo. Kështu që ndjesin nëse je ndjer i lënduar, po s'më ke kuptuar si duhet, sepse unë nuk përfaqësoj pronarët. Për dijenin tuaj, unë nuk e kam takuar kurrë asnjë nga pronarët që përfliten, si pose që janë pronarë dhe përfliten që s'janë pronarë, asnjë. Nuk kam iden fare, hiç fare për çfarë marrëveshje kanë bërë investitorët me pronarët, është një çështje private. Dhe nëse ju ktheni në kohë kur ka dalë për herë të parë shpreha e interesit nga ana e familjes së presidentit të Shtetet Bashkuara për Shqipërinë dhe kur është folur për Sazanin dhe për Zvërnecin, unë e kam thënë shumë qartë që në atë kohë Sazani është një çështje e qeverisë shqiptare, për sa i takon marrëveshjes dhe për sa i takon mënyrës se si do të shkohet nga ripamja e marrëveshjes, ndërsa pjesa përballë Sazanit është një çështje private. Pronarësh privat. Dhe pronarët privat merren vesh privatisht. Kështu që Shqipëria shitet apo nuk shitet kur vjen puna tek pronat private, këtë vendosin pronarët, nuk e vendosin as qeverit, nuk e vendosin as protestuesit. Pjesa tjetër është si që ka vijuar. Pra,
marrëveshja e shitjes që do thot kur agjencia përkatëse që merret me lejet apo me master planet, kur merr një shprehje interesi, kërkon hipotekën. Apo ke apo s'ke hipotekë. Që ke apo s'ke marrëveshje me pronarët që figurojnë në hipotekë. Ka pretendent në Shqipëri sa të duash që nuk i kanë me hipotekë pronat, po i kanë me pretendimet e tyre, me letra, nuk e di, pa letra nuk ka rëndësi. Dhe veprimtaria e agjencisë në këtë rast është veprimtaria e bazuar tek çfarë është paraqitur dhe çfarë është verifikuar, siç verifikohet çdo proces në hipotekë. Jemi dakord deri këtu? Në rregull. Mund ta mbaroj? Jo, ti mund patjetër, po ta mbaroj. Kjo është pjesa që ka të bëjë me atë që shtrove dhe që ka të bëjë me sjelljen e shtetit. Dhe për sa kohë ajo tokë është një tokë e bler nga investitorët, ajo është tokë e investitorëve. Për ligjërisht për shtetin. Tani, pjesa tjetër që ka të bëjë me a është e pronarit, a s'është e pronarit, në këtë rast, se aty janë disa shitje, apo jo, nuk është vetëm një. Në këtë rast, për një subjekt nga disa që kanë bërë shitjen e pronës, ka rezultuar që ka një hetim për subjektin prej disa kohësh, se disa, 1 vit, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, nuk e di. Dhe për këtë arsye është bllokuar fondi që kanë paguar investitorët. Por ama transakcioni ka ndodhur. Pra investitorët janë pronarë sot. Fondi është bllokuar. Që do të thotë në këtë rast, fakti që ka pasur një hetim mund të jetë jashtëzakonisht pozitiv për çdo qoftë që mund ta fitoj me gjykat pronën. Nëse sepse hetimi nuk bëhet, se këtu bë një çamur e madhe, çorp. Hetimi nuk zhvillohet për kompaninë, hetimi nuk zhvillohet për investimin, hetimi nuk zhvillohet për projektin, hetimi nuk zhvillohet për zhvillimin atje. Hetimi ishte një hetim në proces, është një hetim në proces për një individ, një subjekt që ka shitur pronë. Dhe për këtë arsye, pasi ka marrë të gjitha të dhënat nga agjencia jonë e kontrollit të përpastrime parave, që ka bërë gjithë verifikimet për burimin e fondeve të investitorëve dhe që verifikimet e agjencisë bëhen në bashkëpunim me partnerën ndërkombëtar, SPAK-u ka lëshuar transakcionin, por nuk e ka lejuar, e ka çuar në konton përkatëse të noterit. Dhe te konto e noterit ajo rrie bllokuar, kështu ndodhin në botë plot. Rrie bllokuar atje derisa të sqarohet pozicioni i individit në fjalë me drejtësinë. Dhe në rastin konkret, nëse në këtë proces juve që thoni jeni në gjykat, apo kushdo qoftë tjetër që ka pretendime do të shkojnë në gjykat, nuk mund të vi të pretendojnë në rrugë, do të merrni nga gjykata letrën që jeni pronar legjitim trashëgimtar, atëherë ju do keni akses në atë fond dhe do merrni paratë. Shumë faleminderit. Shumë e qartë, sepse historikun unë vajta disa... Historiku nuk është për mua... Historiku i shitjes apo i blerjeve, unë jam shumë i qartë, sepse e kam ndjekur vetë, jam vetë... Jam personi që po merrem përfaqësues i familjes. Ajo shqetësimi që kisha ishte mos ndërhyrjen, të mos, sepse u është bërë shumë zhurmë e madhe. Asnjë nga fisi ynë nuk ka qenë tek... Më fal. Zhurma e radhë në këtë rast nuk të pengon fare, sepse edhe vetë procesi do jetë shumë më i fokusuar për të gjetur të vërtetën. Kështu që mbas se jam gabim, por tani kur kryeministri thotë
kryeministri i vendit thotë që ajo tokë është e trashëguar Dem Babaden. Edhe një herë tjetër. Jo, mbas janë gabim thash. Jo, po s'mund përsërisësh të njëjtën gjë mbasi unë t'jap 20 minuta shpjegim. Unë edhe një herë tjetër. Unë nuk jam, dëgjoj, edhe një herë tjetër. Unë nuk jam certifikues i asnjë lloj prone se unë se kam as kompetencën ta bëj të gjë. Të kërkojmë edhe neve që të mos ketë ndërhyrje dhe të mos ketë njerëz që i vën pikën mbi i përveç gjykatës. Të lutem me kë po flet tani se s'po të kuptoj. Duhet të sqaroj veten, sqarova veten. Thash kush o çfarë po kërkoj unë. Me kë tani, me kë. Pra, tani me kë, jo si kryeministër, jo po. Tani nëse unë kam kurajo të vi këtu përpara jush, nëse unë, lërë, e kanë zakon këta vlorë që nuk e lëshojnë me mikrofonin. Edhe unë nga pjesa vlonjate kam që flasë gjatë, se lëshoj asun. Kryeministër jam ortodoksu, nuk jam andi nga... Kështu që nuk e lëshojmë, jemi ortodoks, e lëshojmë. Po qëto me të në jemi ortodoks? Edhe unë ortodokse kam pjesën time nga vlora. E pra? Po ju jeni vlonjate, ola. E kupton ti? Jemi ortodoks, është mua betë kotë. Ju jeni vlonjat. Ju jeni mbi fet. Madje, ju dhe Zoti jeni në garë se kush është Zoti. Kështu që lale, tani më na fut në këto. Mund ta bëj një ta marrim me rast. Kam edhe një shqetësim të fundit, do me thënë. U sqaroj për të pjesë njëre. Unë u sqarova. Do me thënë dhe herë tjetër. Unë kam thënë është pronë e kthyer Den Babaden. Nuk kam thënë është pronë trashëgimtar, natyrisht prona e kthyer Den Babaden është pronë që bazohet tek një dëshmi mbi cilën është kthyer dhe është trashëgimtar, patjetër. Se kjo betejë pretendimesh për trashëgimtarët është apo jo? Unë nuk certifikoj kush janë trashëgimtarët. Unë di që është e kthyer Den Babaden. Kjo është e vërteta. E informacionin e keni të gabuar. Po çka kam të gabuar? Kur është kthyer prona? Po sepse s'është e kthyer Den Babaden. Kur është kthyer prona? Prona është kthyer në 2009 apo e di që është 2009. Je zhdën dikujt, më fal. Një sekond. Personi që mos më fut në histori, le tani. Po tani jam pyetur. Jo, kur është kthyer tash? Nuk thash kush ishin persona. Je zhdën një certifikat pronësie dikujt. Po duhet fare më. Mund të them, o të lutem shumë. Kur është kthyer prona? Këtë më thuaj. Mos më fut në këtë histori. Këtë histori tregoj gjykatës. 2009, përpara se ju të vinit në 2009. Në 2012 në Biles, drejtori i hipotekë ka qenë shoku im i ngushtë, gjithsesi dhe nuk ka qenë i partisë tuaj. Po pse na fut në këto se s'po merr me partitë fare? Nuk thash këtë më. Po më lë të thash që është, e di çfarë është 2009 për mua. Në 2009 unë kam pasur flokët e zeza. E kam pas, nuk kam pas kaq shumë, po kam pas të paktën sa ti. I kam pas zeza. Është Den Babaden 2009. Kështu që në këtë sens e kam thënë, është kthyer. Tani mos bëjmë kot debat kot për një gjë që s'ka lidhje fare se unë Den Babaden e di ndryshe, prandaj këtu jemi keq kuptuar. Po Den Babaden ti e di ndryshe, ti je vlonjat, nuk e di çfarë është Den Babadeni. Prandaj, kështu që dhe përsëris nuk po i shmangen fare të vërtetës që çdo pronë e kthyer është pronë që konsiderohet sipas ligjit një pronë e kthyer për shkak se prona të katakuar përpara se sa të merrë nga komunizmi. Kështu e di unë se kthimin. Kështu jo unë këtë di. A i takon pasaj e si takon? Ati që ju thoni si takon? Apo të takon ty që thua më takon këtë se vendosun? Po pra, këtë thashtë unë, po në rregull. Por ama për ligjin, për shtetin, për marrëdhëniet nuk mund të rinë në ajër, se më the dhe një gjë tjetër që është e rëndësishme. Se nuk mund të rinë në ajër një marrëdhënie pronësie. Ti në gjykat mund të shkojmë gjithë ne, mund të rrimë gjithë kohës në gjykat. Por ama, për sa kohë ka titull pronësie, jeta vazhdon, gjykata vazhdon. Një pronë bllokohet vetëm me sigurim pa dije. Nëse gjykata thotë stop, kjo prona bllokohet, është mohabet tjetër. Si lidhje ka se në gjyq, vazhdo gjyqi. Nuk është shteti, nuk e përcakton këtë gjë. E pra, në rregull. E mori e kërkoj lejen përpara i. Me gjithë më mirë kështu. Më mirë kështu. Njëherë majtas, njëherë djathtas, megjithëse ju jeni gjithë djathtas. Po, vazhdo. Po, urdhë. Jam Inella Balliu, një nga pronarët e Zvërnecit. Pretendent. Pretendent. Po. Faktikisht, ajo pronë, ashtu që tha i paraforci, është grabitur me dokumentat falsifikuar dhe këtë. Nuk është fare çështja ime kjo. Nuk është çështja juaj, jam plotësisht dakord.
Nuk është çështja juaj, është çështja e drejtësisë të korruptur këtu tek ne. Edhe një herë, tani, unë kam ardhur të flas Po. në emrin tim dhe të mbaj përgjegjësi para jush për çdo gjë që ju doni të dini lidhur me raportin e qeverisë me këtë projekt. Çfarë të doni ju, unë jam këtu t'ju them juve. Kam ardhur t'ju dëgjoj. Po fillove drejtësia e korruptuar nuk do bëjmë historik këtu, nuk do bëjmë historik. Çfarë të them se në radhë pa ju faleminderit që keni ardhur. Dëgjoj tani, të themi gjë unë ty? Po. E besoni juve që ne kemi një zonë, nuk po them se ku, që kemi pronar në det? Ha? Po, çuditëra ndodhi plot. Po, tani në det, jo, po i kemi pronar, kemi parcela në det. Jo këtu, në një zonë tjetër, në det. Se parcela të kufizuara mbi tokë, jeshile, gjysmë jeshile të kafe, edhe mbi Shkëmbin kam parë pronar, që i kam pasur të partë e tyre zoq që rinin mbi Shkëmb, po në det, blu deti, aty ka parcel, ka pronar. Pra, natyrisht që këtu është bërë nami me pronën, këtë nuk erëm të zbulojmë sot ne. Dhe as nuk mund të them ty, ose se po i flasë me ti. As po të them që s'ket drejt, mund të kesh shumë të drejt. Problemi është që këtë të drejtën ku e gjenë vetëm të drejtësia, qatë të them, unë nuk kam qenë gjukatës vetë. Dakord? Këtu ka dhe shumë gjukatës që kam prona, apo jo, e diti këtu? Jam plotësisht dakord me atë që thatë ju, sepse pavarësisht nga drejtësia këtu, dhe në radhë parë unë thjesht ju falenderoj që erët pak të dëgjoni dhe zërin tonë, sepse deri tani na është mohuar. Jo. Kush ja u ka mohuar, shkoni kërkojeni. Nuk e kërkoj tek ju. Mua s'më mohuar zëri. Mua po më mohohet edhe origjina. Se ai të paktën e tha, jam tani unë, se cili tani me zërin e vet këtu në këtë bolorie, kupton? Kështu që ja ku jam unë, kam marrë të dëgjoj. Po, dhe thash në radhë dytë, duhet të falenderoj dhe deputetin Ardit Bidon që e ngriti, që flet me emra konkrete kush është pronari. Ka folur me emra konkrete, si është vjedhur prona dhe di shumë mirë. Një, dhe e dyta, dhe e treta. Jo, se i kam shumë rëndësi. Ardit Bido është deputeti ynë. Po, pra. Dhe më ka thënë, unë dua të fol ti je në drejtën tënde të flasësh atë që ti mendoni, thash. Por Ardit Bido nuk është gjykatës, Ardit Bido nuk ka... Absolutisht jo. Atë vetëm gjykata. Prandaj prona është proces gjyqësor edhe aty nuk duhet kishte filluar fare asgjë. Jo, këtu kemi mendime. Pse? Jo, s'është punë opinioni kjo. Se vetë ta përsëris. Proceset gjyqësore janë procese në të drejtën e gjithë secilit. Nesër dikush mund të hapi një proces gjyqësor për këtë godinën ku jemi ne këtu. Ka të drejtën vetë të hapi. Po kjo nuk do të thotë që me që ai ka hapur proces gjyqësor atje, kjo godina këtu nuk mund të shëmbë dhe të ndërtohet një shkollë. Për sa kohë proceset gjyqësore janë në rrugën e tyre dhe nuk ka vendim nga gjykata që çështja për të cilën është hap procesi është një çështje që duhet të ngri, vazhdon jeta, se kështu i bie që të gjithë shkojnë hapin proceset gjyqësore dhe këtu s'bëhet më asgjë. Kjo është ideja, prapë. Thash edhe një, për sa i përket dhe asaj që thatë ju, për projektin, ne jemi dakord për zhvillim, se s'do që të rrim si dikur në përmale. Kur botë ecë përpara ne të rrim brapa. Jemi dakord që projekti të zhvillohet duke ruajtur të gjitha parametrat për kaps. Po në radhë parë të ketë prona tek pronarët. Të kërkoj, mazgi tjetër. Edhe një herë. Prona tani më është shitur dhe ka pronar të tjerë, që janë vetë investitorët, të cilët kanë ardhur, kanë takuar, kanë parë letra, ta kanë gjetë nuk e di, mbi bazën e letrave dhe kur ata janë paraqitur tek ne, kanë sjellë të gjitha letrat, se dhe gjëja që bën agjencia, i verifikon të gjitha me kadastrën, kadastra i kanë nxjerrë të tëra, ka thënë po këta janë, kjo është. Kupton, nga ana e letrave është ndjekur procedura si për të gjithë të tjerë, si që bëhet për gjithë. Tani, fati në këtë rast, i juaj, se mund të kishte ndodhur dhe ndryshe. Mund mos ishte fare në hetim personin fjalë, ose mund mos kishte asnjë lidhje
Spaku që ka hyrë në këtë proces e përsëris krejt natyrshëm, po jo për projektin. Mund mos kishte. Dhe sot, nëse juve do shkonit, nëse gjykata do t'ju jepte juve të drejt, juve përsëri do drejtoheshit e shteti, dhe do t'ishte shteti që do duhet juve t'ju kompensonte. Por natyrisht, jo njësoj si që do në të rast. Tani fati këtu është, në rast se keni drejt gjithmonë, unë se përcaktoj. Fati është që në qoftë se juve dilni vërtet nga gjykata pronar, parat që janë të ngrira, nuk i shkojnë ati që si takon, i jepen, i konfiskohen dhe bëhen para të shtetit, dhe shteti natyrisht merret me pronarët, po ke letrën ti, po urdhro, kjo prona jote është shitur me kaq, urdhro lekët, merre, vazhdo punën. Po si dakord jemi me këtë? Po më rregull, po të që. Po e kam thënë, si në qoftë. Dakord i keni thënë ju, po si po veprot, konkretisht po themi ne, se unë kam bërë që vjet, më falë, kam bërë që vjet, kallëzim penal në SPAK për këtë hajdutët dhe prap SPAK sot u kujtua për këtë gjë. Po tani, kjo është një gjë që duhet ta nuk mund ta zgjidhni dot me mua këtë, se këtë punë e SPAK-ut besoj e kemi ndarë. SPAK-u ka punën e vet, ne kemi punën tonë. Ata janë pushteti i pavarur. Edhe një ju faleminderit një që na dëgjuat. Jo më se s'është asnjë, s'po i bëj asnjë nderun juve, po. Thjesht i thash, po nëse duan të vinë të flasin, unë jam për të folur, se e thash atë ditë, unë kush do të flasë jam për të folur, jo ne nuk negociojmë, po s'negocioj unë njëri pari, se nuk është puna se unë kërkova të negocioj me njëri. Jo ne nuk negocioj, po s'negocioj unë njëri pari. S'kam çat negocioj me askënd. Po për të folur nuk diskutohet, dhe për më tepër i thash Brunës, njerëzit që nuk mos në sill njerëz i thash që ti mbledhin nga Vlora. Nëse ata që janë atje dhe që kanë këto shqetësime reale duan të flasin, të bëjmë pyetje, unë t'i them atë që di, bujrum. S'kam frikë të përballem me asnjëri, për sa kohë jemi kështu. Secili thot vetëm, po jo me ulërima, jo me çarje, jo me të tjera. Jo për gjë se ato nuk më bëjnë të ndryshoj mendim dhe më shtojnë jetën, dhe duke më shtuar jeta, këta që duan më heqin do durojnë shumë të do duhet presin shumë më tepër. Kështu është puna. Ju përshëndet.